Kryetorin e mirë e boni ju, kërkesat e tij ja zbatojnë. Zëvendënisër i Liritos Paniku njihen për trigun. Trima që nuk ju ka bo syni vërë prej sërdis. Qashtu që s'ka bo as ty e vazhdojnë mos me bo për as një proces e mos me shku konë. Fatoni është punëtor i madh, është patriot i madh, edhe është mësimtar i madh. Me këto tri karakteristika të tij, ai ka qenë përpara bisë. Nuk e kemi ide çfarë përparime shkon bisë. Nëse shikoni qeverisjen tonë në këto 4 vjet e gjysmë që u bën, përparimet më të mëdha i kena në bujqësi edhe në ushtrim. Prandaj është të rëndësishme që këtë ministër kaq të rëndësishëm e tejet suksesshëm që Ministri i Republikës Kosovës duhet mos ta bëni edhe kryetar të komunës Jugore të Mitrovicës në zgjedhjet e ndërkombëtare. Se zgjedhjet e ndërkombëtare janë edhe përtej zgjedhjes për çështjet e problemeve që ju prekupojnë që janë komunale. Zgjedhjet e Mitrovicës nuk janë vetëm zgjedhje për ta zgjedhur të parin e komunës që të udhëheqë në aspektin administrativ dhe infrastrukturor. Specifika e Mitrovicës kërkon vendosmëri dhe qëndrueshmëri për shkak se vazhdon përkundër suksesit jashtëzakonshëm që e kemi në veri, ka plane o gurzeza të cilët dëshirojnë dhe synojnë që të rikthejnë dhe të minojnë suksesin e jashtëzakonshëm të Albin Kurtit në verin tani. Kështu që me dumet e dorë nuk votojnë vetëm për investime rrugore e infrastrukturore, po mbi gjitha votojnë për të qëndruar të fortë që asnjë projekt të cilin ka për synim rikthimin mbrapa të rezultateve të qeverisë së Albin Kurtit nuk do ndodhë as nga niveli lokal nga as nga qendra. Krejt ju, edhe krejt ata që ju i njihni, ju thonë që kush e ka votu vetë vendosin me nomshtu, kush e ka votu Albin Kurtit, Donita Verhova Fas, Armen Smunë, Armen Pafosi, Armen Pafiri, kush e ka votu cilin duhet deputet të listës sonë. Kësoj rohe, krejt që ta emna 110 që kena qenë me nomshtu, e kena një emna. Fatoni Peti.